Edisonën. Po Edisona, përshëndes, çfarë thonë specialistët lidhur me gjithë përgatitjet e dura që nevojiten për dimrimin e kafshëve? Përshëndes Kassandra, për disa javësh tashmë specialistët e shërbimit veterinar në Elbasan ka nisur një fushatë informuese ndaj gjithë fermerëve të cilët mbashtrojnë dhe rrisin bakti qoftë të trasha, qoftë edhe të imta, për të informuar në lidhje me kujdesin që duhet të tregojnë sidomos gjatë periudhës së dimrit, pasi ashtu si dhe njerëzit, edhe baktit janë të ndjeshme ndaj temperaturave të ulta, edhe pse sipas specialistëve temperaturat e ulta kafshët arrin të përvallojnë më mirë se sa temperaturat e larta, sërish duhet shumë kujdes për të pasur për të kaluar një dimër sa më të mirë dhe në sa më pak problematika sa i takon shëndetit të baktive. Kryesore, sipas specialistëve, është sigurimi i stallave që t'jenë me kushte të mira, që të mos ketë mundësi të futet të shiu, bora apo edhe të ketë ndikim nga kushtet atmosferike në mënyrë që kafshët të mos jenë të ekspozuara për orë të gjata nga faktorët kushtet atmosferike. Gjithashtu, një pikë shumë e rëndësishme është marrja masave paraprake sa i takon bazës ushqimore për të gjitha llojet e baktive. Rekomandohet që përgatitjet të bëhen përpara se të ketë të përfundoj faza e ushqimit që ato kanë tashmë të siguruar në mënyrë që sido që të shkoj puna me temperaturat të ulta apo edhe rreshje të dëborës në zonat malore të mos i gjejë të papërgatitur fermerët. Rekomandohet që të tregohen mjaft të kujdesshëm për kafshët dhe sidomos sa i takon orarit kur i nxjerrin për t'i kullotur. Gjatë ditëve të cilat kanë temperatura shumë të ulta, rekomandohet që të mos i nxjerrin kafshët të tyre për të kullotur përpara orës 10 të mëngjesit, por të presin ditët kur ka kushte atmosferike të përshtatshme apo të presin orarin pas orës 10 të mëngjesit në mënyrë që kafshët të mos jenë të ekspozuara për një kohë të gjatë në temperatura shumë të ulta. Ne kemi pyetur edhe specialistë të bujqësisë të cilët tashmë për shumë vitesh merren me dhënien e informacioneve, por gjithashtu edhe studimin e baktive. Ndaj, unë juftoj që të ndiqni disa nga këshillat që kanë dhënë specialistët për të kaluar një dimër sa më të mbar dhe të begat. Atëherë shërbimi veterinar ka as punëve të tjera që kryen, dhe një nga shërbimet dhe këshillimet që kryen në fermerët është qëndrimi pranë për të bashkëbiseduar me ta dhe për të evidentuar ato problematika që karakterizojnë në stilin e dimrit. Kryesisht një vëmendje e shtuar është për të prosalindurit, të cilët ju krijojnë kushte të ngrohje përtej rrymave ajrore të ftohta, sigurimi bazë ushqimore, sigurimi ambienteve me material si kasht për të krijuar temperatura normale. Kryesisht një vëmendje të madhe në këto situata paraqitet tek paqet e bletëve, të cilët këshillohen fermerët që të kryejnë një izolim me materiale mbrojtëse për mosdepërtimin e rrymave dhe të ftohtit. Gjithashtu, sa i përket kësaj periudhe, evidentohet një problematik në zonat e thella të qarkut, ku në këto zona ne kemi këshilluar fermerët që të shmangin daljet në orët e para të mëngjesit në kullota, apo mbajtjen deri në orët e vona në mbrëmje në kullota, për shkak se temperaturat në këto dy kohë bien nën zero, çka ndikon në shëndetin